Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë për shëndetet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Të nderuar vëllezër, sonte jemi tek hadithi 12, i cili na tregon ndodhin e Abdurrahmanit, pra djalit e Ebu Bekrit, me Ebu Bekrin dhe pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe protagonist kryesor i këtij apo i kësaj ngjarje është djali i Ebu Bekrit, Abdurrahmani radhiyallahu anhu. Dhe para se të lexojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam apo ndodhin se çfarë ka ndodhur mes Abdurrahmanit, Ebu Bekrit dhe të dërguarit të Allahut, është e udhës që pak ta njohim se kush ishte Abdurrahmani. Pra Abdurrahmani është i biri i Rumanit, pra nona ti e kishte emrin Ruman, vllai Aishës radhiyallahu anha, nënës së besimtarëve, pra gruas së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe emri i tij në kohën e xahilietit pra ka qenë Abdul Kab, ndërsa me pranimin e Islamit pejgamberi alayhi salatu wasalam ja kishte ndruar emrin në Abdurrahman. Abdurrahmani ka qenë djali më i madh i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Mirpo ai nuk ka qenë prej të parëve që e ka pranuar Islamin. Pra Islami i Abdurrahmanit është vënu dhe Abdurrahmani e ka pranuar pra Islamin në kohën e armpushimit, pra në kohën e marrëveshjes së Hudejbijës, pra e cila ka ndodhur në vitin e 6 të Hijretit, dhe pastaj pra Abdurrahmani emigron drejt Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe para se me pranu Islamin, Abdurrahmani ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, ka marrë pjesë në betejën e Uhudit me ushtrinë i dhujtarë. Do të thonë, ka qenë i dhujtar dhe i ka luftu pejgamberin alayhi salatu wasalam, babën e tij, dhe i ka luftu pra muslimanët. Mirpo nga dita kur e ka pranuar Islamin, Abdurrahmani radhiyallahu anhu nuk ka munguar në asnjë betejë që kanë zhvilluar muslimanët, dhe ai ka qenë prej të parëve që i ka pri pra ushtrisë muslimanëve. Tham, Abdurrahmani është i biri i Ebu Bekrit, i cili është i njohur për sinqeritetin e tij dhe me pranimin e Islamit, pra Abdurrahmani ka treguar sinqeritet në vepër, sinqeritet në fjalë, sinqeritet në çdo gjë që ka të bëjë me fenë e tij dhe me personalitetin e tij. Bilaj nuk është njohur kur se ka gënjur ndonjëherë gjatë jetës së tij. Abdurrahmani vëllezër ka qenë i njohur edhe si shigjetar prej më të mirëve. Dhe Abdurrahmani e paguan veten e tij, se tham në fillim, në betejën e Bedrit dhe Uhudit ka prezantuar kundër muslimanëve, se ka qenë dhujtar, ndërsa ishte ai i cili i kishte vrarë 7 persona në kohën kur në betejën e Yemamës, të cilën e ka udhëheq Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu, ku një grup prej 7 personave, të cilët ishin kryesor dhe e ruanin gënjeshtarin Museleme Kedhabin, dhe kjo ka ndodhur në vitin e 12 pas Hijretit, në kohën e sundimit apo khilafetit të babës së tij, pra Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, ku Abdurrahmani e godet Tufelin, i cili me 7 persona tjerë kishte nxënë portën e hyrjes në kalan, ku aty ka qenë edhe Museleme gënjeshtari, dhe Abdurrahmani ishte ai i cili pra e eliminoi Tufelin, njeriu kryesor, pastaj i eliminoi edhe 7 persona tjerë, kështu që ua mundsoi muslimanët të futen në kështjellë dhe pastaj edhe të vritet Museleme Kedhabi, ajo si është e njohur, pra është vrarë prej sahabiut të nderuar Wahshiyut radhiyallahu anhu. Abdurrahmani vëllezër ka transmetuar hadithe prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe po ashtu ka transmetuar hadithe edhe prej babës së tij Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Është thonë në për librat e historisë, është treguar se familja vetme e cila i ka kap 4 brezat, të cilët e kanë taku pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kanë jetuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pra baba i Ebu Bekrit, Ebu Kuhafe, apo gjyshi i Abdurrahmanit, ka qenë prezent, e ka pranuar Islamin dhe ka jetuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ky është i pari, i dyti është Ebu Bekri, i treti është djali i Ebu Bekrit Abdurrahmani, dhe i katërti është i biri i Abdurrahmanit Ebu Atiku. Pra janë 4 breza, 4 gjenerata që nuk mbahet mend të ketë kalu dikush në shoqëri me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Gjithashtu Abdurrahmani është ai
sahabi ku është urdhëruar nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku i dërguari i Allahut pasi që mbaroi haxhin lamtumirës e kishte urdhëruar që ta merrte motrën e tij Aishën radhiyallahu anha për ta dërguar tek xhamia Mesjid at-Tan'im, që thirret xhamia e njohur si xhamia Aishës, ku Aisha radhiyallahu anha ishte drejtuar pejgamberit alayhi salatu wasalam duke thonë: "O i dërguari i Allahut, ju po ktheni prej haxhit dhe umrës, kurse unë vetëm kum bo vetëm një haxh." Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohet mikut të vet, djalit e Abu Bekrit, thotë: "O Abdurrahman, merre motrën tonë pra Aishën dhe dërgoje tek Tan'imi." Kështu që edhe Aisha radhiyallahu anha e ka kryer edhe umrën pas haxhit, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi dhe tek Imam Buhari. Po ashtu, o vëllezër, kemi hadithin tjetër tek Imam Muslimi, ku tregon se kur ka vdek sahabi i nderuar Sa'd ibn Abi Waqqasi, Abdurrahmani është futur në dhomën e Aishës radhiyallahu anha dhe ka filluar me marr abdes, ndërsa Aisha radhiyallahu anha i ka thonë: "O Abdurrahman, përsos abdesin, se e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam duke thonë: mirë për themrat që do të preken nga zjarri i xhehenemit." Abdurrahmani ka vdekur pa pritur, duke qenë në gjumë, edhe nuk ka lënë testament. Abdurrahmani ka vdekur në periferit Mekës, me një vend i cili quajt me emrin Safa, pra afër Mekës, në periferi, dhe pastaj është bart Mekë dhe aty është Voros. I vjen lajmi Aishës radhiyallahu anha për vdekjen e vllaut të saj Abdurrahmanit. Pastaj Aisha radhiyallahu anha shkon dhe ja fal namazin e xhenazës, lutet për Abdurrahmanin dhe i liron disa robë të cilët kanë qenë në pronësi të Abdurrahmanit, me shpresën se Allah subhanahu wa taala do ta mëshironte Abdurrahmanin dhe do t'ja pranonte këtë vepër. Pra kjo ishte në pika të shkurtra sa i përket transmetuesit të hadithit, apo ndodhia që bëhej me djalin e Abu Bekrit Abdurrahmanin. Dhe pikërisht Abdurrahmani është ai i cili e transmeton këtë hadith, dhe hadithin e gjejmë tek Imam Muslimi, Imam Buhariu, dhe po ashtu e gjejmë edhe tek Abu Daudi. Thot Abdurrahmani radhiyallahu anhu: banorët e Sufës kanë qenë njerëz të varfër, dhe një ditë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na drejtu dhe tha: ai i cili posedon ushqim për 2 persona, le të merr 1. Ai i cili posedon ushqim për 4 persona, le të merr 2 ose 3, ndërsa vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte marr 10 sosh. Thot Abdurrahmani: baba im Abu Bekri i mori 3 persona, dhe pastaj të më porositi mu dhe më tha: o Abdurrahman, jep ju për të ngrënë dhe për të pirë, derisa të kthehem unë dhe derisa unë të vi. Thot Abdurrahmani: familjen tonë kemi jetu unë, baba, nona, gruaja dhe një shërbëtor që herë shërbente tek ne dhe herë shërbente tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po atë natë, thot Abdurrahmani tregon se baba jam, thot Abu Bekri radhiyallahu anhu, shkoi tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe aty thot ngrëni darkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe qëndroi derisa e fali namazin e yatsis tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdoi duke nejtur tek i dërguari i Allahut derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam ngrëni prej ushqimit, nejti tek i dërguari i Allahut as sa doshti Allah i lartësuar që ai të rrinte me pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe pastaj është kthy në shtëpi pak me vonesë. Dhe në momentin thot Abdurrahmani kur kthehet pra baba Abu Bekri radhiyallahu anhu në shtëpi, i drejtohet nëna ime dhe i thot: çfarë u bë me ty? Ku mbete? Pse u vonove? Dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu pyet dhe i thot se çfarë ka ndodhur me mysafirët. Thot: a ju keni dhënë mysafirëve për me hangër dhe për me pi? Ata i thanë: jo. Abu Bekri thot: si ka mundësi, thot, mos me i shërby mysafirët? Thot Abdurrahmani, djali vet, tregon, thot: o baba jam, thot, unë u afrova atyre ushqimin, mirë pa ata refuzuan me hangër ushqimin dhe than: u zëtun për Allah, nuk kena me hangër ushqimin përderisa nuk është me neve Abu Bekri radhiyallahu anhu. Kështu që ata e refuzuan ushqimin. Dhe Abdurrahmani, duke ditur dhe duke njohur mentalitetin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, e tha këtë lavë dhe ikë edhe umshef. Dhe nuk i dul përpara Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe pastaj Abu Bekri u hidhru dhe filloi me ngrit zonën dhe me i bërtit e vllatit vet.
duke quajtur atë o ignorant. Me një transmetim ka ardhur o dembel, me një transmetim ka ardhur i ka thonë tu preft hunda, dhe më thonë është një shprehje arabe, dhe më thonë si ka mundësi ti unë të kumlon ty me i shërby misafirt, ndërsa ti nuk i ke shërby misafirt. Për atë edhe e ka ditë se çfarë do të ndodhte, më pas Abdurrahmani është largu, dhe më thonë ka ikë që mos t'i del babës vetë pra Ebu Bekrit për para. Dhe pastaj Ebu Bekri radiallahu anhu duke vazhdu kështu, duke i bërtitur Abdurrahmanit, tha, ju drejtohet pra mysafirve duke thonë, jo shtron pak sofrën me vonesë dhe i thot hani tash dhe thot nuk po ju them ju both mirë dhe asun thot nuk ka me hangër prej këtij ushqimi. Nuk ka me hangër prej këtij ushqimi, pastaj thot betohem në Allahun, thot Abdurrahmani tregon dhe thot se betohem në Allahun se ndodhte që mysafir të merrin një kafshat vetëm se shtoi edhe një më tepër. E merrin edhe një kafshat tjetër vetëm se shtoi edhe më tepër, pasi që u ngopën mysafirët me ushqim, hangrën mirë, pitën mirë, thot senia e mbushur me ushqim mbet sikur se që ishte në fillim. Bile vazhdon duke thonë u shtu 3 fish ai ushqim që ne e qitëm i ushtru mysafirëve. Edhe pse ata kanë hongër, 3 fish i atij ushqimit u shtu në seni. Dhe kur e pa këtë, Ebu Bekri radiallahu anhu i drejtu gruas vet dhe i tha: "Oj motra Fisit bin Firas, çfarë është kjo?" Ajo u gëzu dhe tha: "Lum për ne, që ka shtuar ushqimi 3 herë më tepër se sa që ishte në fillim." Pastaj Ebu Bekri radiallahu anhu ngrëni prej atij ushqimit të mbetur dhe tha: "Ai betim i mëhershëm se nuk do të ha, ka qenë për shejtanit." Pastaj Ebu Bekri shkon tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tregon për ndodhin se çfarë kishte ndodhur, pastaj kthehet dhe e merr ushqimin i cili ishte në shtëpinë e Ebu Bekrit, e dërgon tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ku thotë se ne në atë kohë kena pas një farlloj marrëveshje, kena pas një pakt mes një populli, përderisa 12 burra shkuan dhe ngrënën prej atij ushqimi dhe këta 12 morën edhe disa njerëz tjerë që të gjithë thot hangrën dhe u ngopën prej atij ushqimi dhe thot vetëm Allah e din se sa njerëz kanë qenë prezent ku secili prej tyre pra është largu i ngopur prej atij ushqimi. Dhe këtë hadith o vëllezër thamë gjejmë tek Imam Buhariu me numrin dorë 35, 31, tek Imam Muslimi po ashtu 53-65 edhe tek Ebu Daudi. Ky është tregimi mes Abdurrahmanit dhe babës së tij, pra Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ky hadith o vëllezër i pejgamberit alayhi salatu wasalam na tregon për gjendjen në të cilën e ka arrit Ebu Bekri radiallahu anhu për nervozën apo për hidhrimin me djalin e tij Abdurrahmanit radiallahu anhu. Sepse Ebu Bekri fillimisht e qortoi Abdurrahmanin. U zemru prej sjelljes së Abdurrahmanit, duke menduar se Abdurrahmani ishte ai i cili nuk i ka shërby mysafirët e tij, ndërsa në anën tjetër Ebu Bekri kishte porositur Abdurrahmanin që me i shërby mysafirët. Dhe përdori fjalë duke thonë o dembel, tu pret hunda, që është një shprehje arabe që e kanë përdorur arab, mirë po origjina e Ebu Bekrit, natyra e tij ka qenë i butë, ka qenë i urtë dhe ka qenë tolerant. Mirë po kur e ka pa se mysafirët e tij ende nuk kanë hongër bukë, ai është zemru. Është zemru me kënë, është zemru me djalin e vet pra Abdurrahmanin, ku paraprakisht e kishte porositur që ai me i shërby mysafirët. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu u vënu, erdhë vonë, ndërsa mysafirët kanë nejtë pa hongër bukë. Dhe kjo vetëm se e boni edhe ma të nervëzuar pra Ebu Bekrin radiallahu anhu. Mirë po, Abdurrahmani e kanë njoft natyrën e Ebu Bekrit. Dhe e ka ditë se mysafirve, unë ja ushtrova ushqimin, ata refuzuan. E ka ditë se kur vjen baba ku me mbërtit mu, për që ato dhe është largu dhe nuk i ka dollë për para Ebu Bekrit. Dhe Ebu Bekri kur nuk e ka pa për para Abdurrahmanin, e ka kuptu se fajtori kryesor i mos shtrimit të ushqimit të vetë Abdurrahmani. Derisa ka kalu një kohë, kur i është dhonë mundësia që Abdurrahmani më arsyetu veprimin e vetë. Edhe me thonë, i ka tregu babas vetë se unë ju ku më dhonë mundësin me hongër, mirë po ata kanë refuzu dhe janë zëtu për Allah, na nuk kanë për ushqimit për deri se nuk është prezent edhe Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe tham ku Ebu Bekri ka fillu me qërtu pra Abdurrahmanin me fjalë
pak si matronda, o demert, u pret hunda, e kështu me radhë, ndërkohë që Abdurrahmani e dëgjonte, domethënë, këto fjalë të babës së tij, mirë po ai nuk qëndronte afër babës së tij, pra ishte pak më larg derisa u sqaru muhabeti dhe kur e po Ebu Bekri radiallahu anhu se gjërat nuk ishin ashtu siç ai mendonte, pra e ndali vetën e vetë për hir të Allahut, dhe ajo e cila e bëri që ai të ndalte ishte apo që e bëri frenimin e tij që mos vazhdonte më tutje ishte devotshmëria në Allahun subhanahu wa taala. Megjithatë, pra Ebu Bekri e la zemrimin, ju largu pra shejtanit, ju kthy pra urdhrit të Allahut dhe ju kthy pra urdhrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse nuk vazhdoi me zemrim, po të vazhdonte ndoshta problemi do të shkonte tu trash, apo problemi do të merrte edhe pasoja të padëshiruara. Përkundrazi, pra ai e ndali veten për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe si rrethoi e kësaj, Allahu subhanahu wa taala zbriti bereqetin në senin apo në ushimin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, ku than pra edhe pse hajshin prej atij ushimi, pra misafirt, ai ushim shtohej, vazhdonte të shtohej derisa në fund u shtu 3 fish i asaj që i është shtruar atyre për të ngrënë pra para mysafirëve. Sa i përket dobive o vëllezër dhe përfitimeve që mësojmë nga ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, e para është se ky hadith e tregon mënyrën se si i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kujdesur për banorët e sufës. Kush janë banorët e sufës? Banorët apo ehli sufe si janë thirr, kanë qenë ardhacak të cilët kanë pranuar Islamin, mirë po nuk kanë pas vend qëndrim në Medinë, dhe vend qëndrimi tyre ka qenë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe sa që të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhi salatu wasalam i ka ardhur sadaka, u ka dërguar atyre. Ndërsa dhuratën i dërguari i Allahut e ka hongër vet, e ka pranuar dhe e ka hongër së bashku me banorët e sufës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka urdhëruar dhe shokët e tij sahabët pra që të i merrnin apo t'u jepnin për të ngrënë dhe për të pirë pra banorët e sufës, pra ehli sufe, të cilët ka herë kanë qenë 70 vet, ka herë janë paksu 15 për shkak të luftrave dhe vdekjes në betejë. Pra, ai i cili ka pas ushqim të mjaftueshëm për 2 vjet e ka marrë 1. Ai i cili ka pas ushqim të mjaftueshëm për 4 vjet i ka marrë 2 ose 3, ndërsa vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë 10 persona në shtëpinë e tij. Pse e kanë bërë këto sahabët? Dhe pse e ka bërë këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam? E ka bërë që me i ngushëllu vëllezërit e tyre në fe, duke mos i përjashtuar ata prej rrethit të tyre të ngushtë, duke mos i përjashtuar ata prej kujt, prej hajës dhe prej pijës. Për ato dhe i dërguari i Allahut pra i ka thirr, i ka shërbyer që ata mos mundi inferior, po mundi si njerëz, si musliman, si vëllezër të bashkuar me zveti. Dobia dytë që përfitohet nga ky hadith është se gjithmonë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë në ballë të atyre urdhrave që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar. Nëse i dërguari i Allahut ka urdhëruar për diçka, sahabët kanë qenë të parët që e kanë çu në vend këtë vepër të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra ka urdhëruar mi marr njerëz në shtëpiat e tyre dhe mi u dhon për të ngrënë dhe për të pirë, me njerë e kanë bërë këtë sahabët, pra shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dobia tjetër o vëllezër është se lejohet i zoti shtëpisë me ngarku dikën tjetër, pra si zavendësim për me i prit mysafirt ose për me kry ndonjë punë. Nëse ai është i nxonë, nëse ai ka ndonjë punë shumë më të madhe se sa ajo. Ku është argumenti është ky hadith paraprak. Pra Ebu Bekri radiallahu anhu e autorizoi djalin e vet Abdurrahmanin me i prit mysafirt dhe me i shërby mysafirt, ndërsa ai shkoi tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra kishte gjëra më të mëdha se sa ajo çfarë kishte porositur pra djalin e tij Abdurrahmanin me mikpritjen e mysafirëve të tij. Dobia tjetër është se në këtë hadith shihet qartë lidhja e ngushtë e Ebu Bekrit me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Pra i kalon mysafirt,
ka lënë zavendësimin, ka shku tek i dërguari i Allahut, ka fal namazin, ka hongër prej ushqim me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe nuk është kthy me njerë në shtëpinë e vet, ka qëndruar për një kohë me pejgamberin e Zotit asa ka dashur Allahu, për arsye se vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë për këshillat dhe ka pas nevojë për çështjet me i sqaru disa prej çështjeve që kanë pas muslimanët në atë kohë me kanë me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Dobia tjetër është o vëllezër se lejohet që i Zoti i shtëpisë apo burri ka njerë me ngrit zonin, jo me tepru, po me ngrit zonin dhe me tregu pakënaqësi dhe me qortu familjen e vet në soaza të sheriatit, kur ai mendon se familjarët e tij nuk janë tregu të respektuar, pra kur mendon se familjarët e tij janë tregu neglizhent karshi mysafirëve, sepse në shumicën e rasteve dhe nonat edhe gratë tonë pak dorën e kanë më të shtrëngume, ma nuk qesin shumë për me hongër kur vjen mysafir. Pra lejohet ka njerë që buri kur menon se nuk janë prit mysafirët mirë, nuk është bojë zmeti mirë, me ngrit ka pak zonin, sikur se ndodhi me Ebu Bekrin dhe djalin e tij Abdurrahmanin. Mirë po, kur e zbulej pra Ebu Bekri se fahi nuk ka qenë tek Abdurrahmani, po fahi ka qenë tek mysafirët e tij, të cilët ata ishin që e kanë refuzuar ushqimin përderisa nuk është prezent pra baba i Abdurrahmanit Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Megjithatë, vëllezër, nisen duhet me kuptu, edhe pse njeriu më i mirë i umetit pas pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Mirë, ai ka qenë njeri, sikurse na, është gëzu edhe ai, është hidhru edhe ai, është nervozu edhe ai. Sikurse ndodhi ajo se çfarë treguam në hadith. Mirë po, dallimi i atij me neve dhe me të tjerët është se kur e ka kuptu që i faj nuk është tek të tjerët, është tërhek me njerë, është pendu me njerë, e ka frenu vetën e vetë, dhe i është kthy normalitetit, edhe pse ai fillimisht tha nuk do të ha me ju, edhe tha nuk kemi thonë ju bof mirë, mirë po kur e pa, domethënë që i faj nuk është tek djali vetë, por është tek ta, u kthy dhe kur e pa se bereqeti i Allahut po shtohet, edhe vetë pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu hangër prej atij ushqimi dhe së bashku me të hëngrën edhe familjarët e tij. Dobia tjetër është vëllezër se që është përmend në këtë hadith është se ai cili e frenon veten e vet, pra e ndal veten e vet me frenat e devotshmërisë, ja prish qefin shejtonit dhe e kënaq Allahun e lartësuar, ai ky rob i Zotit do të nderohet prej Allahut të lartësuar. Pra nëse ti e ndal zemrimin ton, nëse ti tërhiqesh prej një gjoje për hir të Allahut, e lën një punë për hir të Allahut, dije se Allah i lartësuar ka me të nderu ty, sikurse e nderoi Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Pra edhe pse mysafirët kanë refuzuar me hongër fillimisht, edhe ata pra Ebu Bekri e pas ata janë vetë fajtor, sepse ai e çortoi djalin e vet me fajin e tjetër kujt. Dhe u largu prej kësajna, Allahu subhanahu taala pra e nderoi Ebu Bekrin, ku tregohet në hadith sarë që ka marrë një kafshat të ushqimit, është shtu ajo kafshat, sarë që kanë marrë herën tjetër, është shtu edhe më tepër, derisa është shtu dhe tre fishi i ushqimit. Dobia parafunit në këtë hadith është vëllezër se i madhi Zot njerëz të devotshëm, njerëzit të cilët i don, njerëzit të cilët pra e dojnë Allahun, i bëjnë veprat për hir të Allahut, janë të sinqert me Allahun. Këta njerëz Allahu i bën të sinqert me të tjerët dhe këtynve njerëzve Allahu subhanahu wa taala duke qenë këtë dynjë, duke qenë gjallë, ju jep atyre mrekulli. Sikurse i dha mrekullin Ebu Bekrit radhiyallahu anhu duke ashtu pra ushqimin në sofrën e tij. Dhe dobia e funit që përfitohet nga ky hadith është se kur një familje përgatit diçka për ushqimit, është e pëlqyeshme që një pjesë të atij ushqimit me dërgu edhe tek kojshia e vet, me dërgu tek njerëz që i ka për afër, sikurse që veproi Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pra e boni ushqimin për ata tre mysafirët, pastaj pjesën e ushqimit e dërgoi tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e dërgoi pranë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një pjesë e madhe e një grupi të njerëzve që ishin prezent aty
të cilët ishin bo gati për të shkuar dhe për të luftuar, që të gjithë pra hëngran prej aty ushqimi dhe ngopën nga ai ushqim. Ky është o vëllezër dersi jon për sonte, lutim Allahun e lartësuar të na fal dhe na mëshiron deri në derset tona të radhës, ku do të vazhdojmë me ndodhin e 13 apo me hadithin e 13 o sallallahu alaihi wasallam. Allah ju shpërblet për ndëgjim.